Pas 86 vitesh nga dalja e numrit të fundit të revistës Cirka në Shkodër, botohet bibliografia e saj e plot, e cila do të ndihmojë jo vetëm në evidentimin e plot të kësaj reviste, por edhe në studimin e saj. Këtë studim dhe botim e mundsoi Olimpia Kakariqi, përgjegjëse e fondit të albanologjisë në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luiç Gurakuqi, Shkodër, ku bë edhe promovimi i bibliografisë në fjalë. Revista Cirka u botua nga viti 1936 deri në korrik të vitit 1939 me pronar John Ujken dhe drejtor përgjegjës Cuk Simonin. Përmbajtja e saj ishte kulturoro-popullore. Autor i disa botimeve si historia e Skënderbeut, Skënderbek Herode Albanojo, që e shkruan në vitin 1929 në gjuhën Esperanto, është përkthyesi i parë i aventurave të Pinokut të Carlo Collodit, e sjell Pinokun shqip në vitin 1935 dhe mbaron se shkruari në vitin 1965 romanin Jetë Shkodrane, i cili botohet në kujdesin e profesor Ardian Recës në vitin 2022. Në këtë revistë kanë shkruar personalitete të njohura, krijimtaria e të cilëve është prezente edhe në ditët e sotme. Kjo revistë, materialin e saj e ka të grupuar në disa rubrika. Rubrikat janë letrare, janë gjuhësore, janë kulturore, argëtuese, sportive. Unë mund në fakt në këtë revistë të gjithë autorët, pothuajse të gjithë, shkruajnë me pseudonime, por nëpërmjet fjalorit të pseudonimeve ne kemi nxjerrë emrat e tyre dhe mund të përmendim Kol Ashta, poet i ri në atë kohë, Kol Thaçi, Ernest Koliçi, Pashko Gjeçi me përkthimin e Ferrit të Dantes, Mark Noja, Luiç Pici, Luiç Naraçi, Pjetër Gjini e shumë autorë të tjerë edhe të panjohur, dhe pikërisht kjo revistë ishte popullore sepse kishte materiale edhe nga shkrimtarët e ri të kohës. Studiuesi Gjovalin Çuni, përgjegjës i Bibliotekës Zoja e Shkodrës dhe të tjerë që folën në këtë promovim, theksuan se botimi i bibliografisë së revistës Cirka është një kontribut me vlerë jo vetëm për historinë e shtypit shqiptar, por edhe një lehtësim për të gjithë ata që duan ta studiojnë shtypin e asaj kohe. Revista Cirka doli në 59 numra, të cilët tashmë ndodhen të sistemuar edhe në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luiç Gurakuqi, Shkodër.